nuk bëj shpjegim teorik, teknik, inxhinierik, por mundohem të shpjegoj sa më thjesht edhe për një qytetar që mund të jetë nga çdo cepi i botës ose i Shqipërisë, të kuptoj dy gjëra. Në mënyrë që nesër mos ja hedhje ai shitsi kur blen produkte elektrike, mos ja hedhje ai elektricisti që nuk është as fare elektricist, dhe të di dy gjëra për veten e vet. Pra, jam munduar dhe mundohem të sjell dhe të vedet e qytetarët në formën më të mirë dhe më të thjeshtë të mundshme. E di që shumë njerëzve nuk i pëlqen kjo. Kolegëve, atyre që nuk zbatojnë asnjë rregull ose më saktë, nuk njohin asnjë rregull të sigurimit teknik, sepse në çdo punë ka ca rregulla. Nuk është që ti mund ta bësh si dush ti. Pra, më fal, po ka disa standarde, ka disa rregulla. Dhe patjetër ata që abuzojnë nuk i pëlqen kjo gjë. Dhe unë jam munduar që paktën të sensibilizoj një pjesë të atyre që duan. Pra se ne nuk mund të ndryshojmë atë që nuk do, ai që nuk do dhe vazhdoj, le të themi, siç ka vazhduar gjithë këto vite.